Në kohën e prijesit të muslimanëve, Muawije ibn Abi Sufjan, Zoti qoftë i kënaqur prej tyre, muslimanët bën një marrëveshje me jo muslimanët, me romakët. Kur romakët, si siguri, lanë tek muslimanët pra që do ta plotsonin këtë marrëveshje, do t'i përmbaheshin zotimit premtimeve, lanë disa pengje. Nuk zgjati shumë dhe romakët e thyen besën, e thyen premtimin. Tashmë muslimanët kishin opsionin pra e vrasjes së pengjeve ose lënien e tyre të lirë. Pra ose tradhtin që bën romakët, ta kthenin me tradhti duke vrarë pengjet, ose tradhtin që bën romakët, ta kthenin me falje për pengjet. Dhe menduan, thanë këto pengje, ku është faji i tyre? Pra s'janë ata që kanë tradhtuar, por janë të tjerë. Dhe vendosën që pengjet t'i linin të lirë. Nga ana e tyre muslimanët e zbatuan premtimin. Ju i qëndruan besnik besës së dhënë. Dhe Zoti i gjithësisë i shpërbleu më pas me fitore. Allahu i lartësuar në Kur'an na porosit që ne me i përmbush zotimet. Përmbushni zotimet, thot Zoti i gjithësisë në Kur'an. Dhe kuptohet prej ajetit se për zotimet pra ne jemi përgjegjës. Keme dhënë llogari. Allahu i lartësuar nuk i do tradhtarët. Zoti i gjithësisë na tregon në Kur'an se nuk i do tradhtarët. Kështu që muslimani duhet të përpiqet vazhdimisht me qenë i drejtë. Muslimani duhet të përpiqet vazhdimisht me mbajt premtimin që jep. Allahu na boft prej atyre që i përmbahen zotimeve, i përmbahen premtimeve. Amin.